Njerëzve kryesur në betejën e Glogjonit, që është epopeja e dytë pas jasharajve. Si ka ndodhur ngjarja se keni rrafem shumë prekse dhe rrënqes, që keni luftuar tek ajo shtëpia bashkë me ish kryeministrin Ramush Haradinaj dhe Davut Haradinaj e të tjerë? 24 marsi më konë një ditë pranvere normale, edhe na kemë pa fillu pak a shumë me fortifikimin e pozicioneve në të shtëpia Ramushit. Se na normal delshim, sidomos punë të mëdha e kemë kry gjatë natës, edhe gjatë ditës ma shumë u bëjshim kishe po punojmë diçka ka shtëpia për punë edhe mos më ranë sy. Nashta është dash me dalë me kry edhe temat caktume edhe me dalë të nesrit me pi kafe që me hup një parfor me gjurëm që se më konë na, o fjalla. Edhe ishim të punu disa pozicione e forcojshi murin, se mas ramjes e komandantit legjendare dhe mjashari dhe mas sulmit në prekaz, ne u përgatitshim edhe sulmin të na. Ne jem konë përgatitur, po të thonë prej, sidomos prej vrasjes Leonit e tutje, na e kem ditë që një ditë do të sulmohem, se ma u zbulu, do me thonë, se shteti serbo se udhva në atë kohë ka ditë, sakt, piken. Edhe mas prekazit atër e kem ditë që një ditë do të ndodhë edhe në Glogjan. Nashta fatkeqësisht prej rastit që ndodhin, na morëm pak mësim prej prekazit. Edhe, do me thonë, pika parë kryesore ka qenë largimi i familje prej shtëpia, do me thonë familjes tonë, familjes Ramushit. Edhe na kem palon nëse sulmohem një ditë një pikë caktume, nëse na za puna dikun tjetër, për pos shtëpis, do me thonë nëse është rast sulmin, a i kem pas gati krejt me armë, me qonta, me gjitha i kem pas hazër, se cili ka ditë ku ka të vetën edhe më shku mi marrë dhe me vazhdu tutje. Edhe më shku të pika caktume. Po të pika caktume kam rritë shkëllzeni i pari, se neve në sulmun mas pari në shtëpinë Ramushit. Me thonë Dauti është taku me ta, në rrugë, se Dauti u konë deri në fshat, na mëndoj që në ashtë mi qitë pozicionet para se më në ndodhë rasti. Po ata në grabitën ma heret, pak e kanë morë, me siguri i kanë kuptu. Edhe në grabitën ma heret, Dauti është taku me ta ka orë në shpi, do me thonë njëj që dhe 50 metra për shpis, edhe i kanë bërtit në gjuhën e ty në nalu. Dauti u konë me Rasim Selmona, i ka thonë, leviz ti së në snalna. Dauti ka qenë një armatost, faktikisht. Edhe kur o dalë fshat, ka qenë një armatost edhe me Kalashnikov. Po i muajshim nërë setër kështu puna më s'mu dalu shumë. Po ka unë gjitë në fshat, unë e kom pas shpinë Manelt, edhe shpinë e trullin e vjetër, edhe e kalon pushken e vetë, e kalon të vlau, të hima. Edhe ka u këthyt e poshtë, ka rrumi marë. Edhe u med vetëm me revole edhe me 2 bomba. Dauti i ka pas me veti. Edhe kur i ka piskat ai tash, ai që ka ecë, a ditë ka ecë ai. Dhe me thonë aty, i ka piskat nalo, Dauti i ka thonë Rasimit ikti, atëherë Dauti ka shti fillën ta, dhe me thonë, me njëherë. Me thonë nuk ka diskutu ma shumë. Ne ishim të punu afer, kishim shpinë afer aty, edhe pinim do krisma, po nuk e dishim qa të ndodhë. Edhe salata kanë gjujt me njerë në drejtim Dautit, po fatëbarsisht nuk e ka pas një plom, ka ra një farë lojvije ka qenë aty, edhe shku të shtitu tërhek deri të shtëpia. Atëherë me njëherë ka dalë Ramushi. A i sërbi ka vdek në venë atë? Po, kanë vdek 3, vetëm një ka pështu një që e ka arrestu Rasimin, Rasim Selmonin. A i kam rri, kanë gajtë mas Rasimit, ata kanë vdek në vanë, 3 aty. Edhe atëherë kem shti, se cili jem dalë në propozicion, e kem shti në drejt tyne, e kem tërhek familjen. Edhe atëherë shkëllzeni unë nisi i pari, thonë, po shkoj të pika, ku kishim lonë mu pa, me djemë tjerë, me vlanë edhe me gazmendin, me agronin, edhe kur kam rri shkëllzeni atje, dhe më thonë, forcat serbe veç në këshin pa rrëthu fshatin, na nuk i kem ditë. Me thonë, fshati është rrëthu dikun 5 ose 6 me në gjes. Edhe na kem pas një farë loj malazez kanë qenë. Jënë konë dikun 200 metra pej shpisë Ramushit, dhe kanë pas shpinë ata.
Edhe, dhe me thonë, fishek, që ata ishin kanë ardhur që kishin pas barku aty. Po fishek të parë, dhe me thonë, në kanë ardhur pej shtëpis aty në malazezve, se forcat kishin pa mri aty. Atëherë s'kan mujt me mri vllau, derisa ka tërhek familjen, hima, agroni ata gazmende, i kanë tërhek familjet edhe janë bo 3 bashtoni për marrë të pika më në u bashku neve. Baba Rasimi ka mri dhe nipa shikujtimi kanë mri marrë dhe të pika, po hima jo, atëherë forcat serbe qash shpejt kanë ardhur, dhe më thonë që na kanë qanë mes. Edhe kune pa mundur të një ma më ardhë ata. Atëherë na jam tërhek për shtëpisë Ramushit, edhe jem shku të pika, jem shbo bashkë edhe njerë që aty, më thonë që ishim 7-8 vetë krejt ishim, edhe atëherë kena vendos me hinë fshat, mrena. Më thonë se na jem konë pak jashtë fshatit. Me hinë fshat mrena edhe më pozicionu nga për pika. Më thonë Dauti, baba Rasimi edhe nipa shikujtimi në konë një shpi, unë me Ramushin jem konë një shpi, Shkëllxeni e Enveri në konë një shpi tjetër, Ilmia me Remi, edhe 2 familje Mustafaj që kanë qenë aty, familja Zeq Mustafes edhe Brem Mustafes i kemë gjetë mrenën, dhe më thonë s'kan lëvizas ata, edhe qëtu im konë, dhe më thonë në 4-5 shpija im konë pozicionum. Edhe tash na i ndëgjëshim forcat serbe në radio, se kemë pas mundësin mi ndëgju, edhe pje thot kë pjethira i PP e këti që ishë përgjegjës i operacionit këtu në fshat, pje thot që autobo, tha për një 30 minuta, tha t'i binë morë krejt në pej, jështë jolla për neve. Edhe pje thot, aj okej, mirë, tha shkat në zani rafsh, në me thonë spastroni i bjenë një farforme. Spastroni shkat në zani për para, spastroni, dhe me thonë ishë fjalla për ne e për familje, qatë në zani, veç pastrone. Po, mas 30 minuta, po thira i prej peje prap, edhe i herë, i thot, qa është të ndodhë. Po, ky që ju përgjesh ma e në radio, s'pi flet ma. Tha, ku është taj? Tha, ta ka nisë për peja, nuk e di që ka nisë për me helikopter, dhe me thonë, prej aty. E po mdo këtë i kam rrinë mërgë, në banë tanin. Edhe po fatin e kem pas atë ditë që edhe Zotin e ka një mu shumë, po edhe unë e menoj ma shumë që lufta drejt edhe shumë sana në ka një mu. A ditë është plagus edhe Ramush Haradinaj? Po, unë e kam qenë, që më thonë, i ri edhe nuk ishim nej përvojt madhe edhe me luftën frontale, na kem pas përvoja, me që shto lufta gorili ka pak sul me, po luft frontale nuk ishim përvoj, edhe ishim pa përgaditur. Unë jem konë 19 vjeqarë, dhe nuk ishim as ndim të parë, dhe me thonë me veti, as nuk ishim kur gjo, u duke me improvizu di shka. Edhe u plagos Ramushi, dikon ka ora, se na hinë forcat, tash na qanë forcat në mes, po i kishim edhe në mes, po i kishim edhe një muri afer. Dhe me thonë, vis me qetë dritarën, ata ishin qëtu. Edhe na hinë dhe u plagos Ramushi,